Kjo është edukata që nep neve Islami ndaj grus ton. As ka thonë alayhi salam apo ndaj grave tona, shëms. As ka thonë alayhi salatu wassalam, më i miri jush është ai i cili është më i miri ndaj familjes së tij, e unë jam më i miri ndaj familjes tem. Ka fjale ndaj grave. Po edhe të kundërtën, mos me thonë motrat që veç për burra për neve, ja, së është edhe kundërta. As ka thonë, alayhi salatu wassalam, me pasqen që urdhëroj dikënd me i ranë sejdë dikuj, do ta kisha urdhërue grun me i ranë sejdë burrit. La ilahe illallah. Edukat. Gruja të vynë me tërbije dhe me edukat. Si ta ka gjuhën ne që ka është gatë, të falë zoti më, 700 vira me i pas, i binë poshtë. Gruja dhe të me pas tërbije dhe edukat, nuk bën me që ngritë zani më nalë që burri, unë vje keqë, e ka më në keqa mirë, ti thuma mu për ka dole për okulla, e me zatullt. Po pra, sigurën që do të mja thonë babës tembës e nanës, ka dal, e javash, me rujt kur ti ka lënë e nervoz, kur është ma i qetë, me gjithë do një metod, kjo pjesë e kulturës, e jo ti grus një, ajo 3, ti 3, ajo 30, edhe dhe të ruhet me mshildiren, e me dalë për jashtë një avdit me hub dikon, e tani më këthyje, na shta që të supa atmosfera. E jo, pasha zotin, që është Islamin nuk në mësën, të lutem, farzët si farze janë në veti, mbulesa është në veti, namazi është në veti, la ilahe illallah, agjërimi, leximi i Koranit, sadakaja, janë punë të mëdha të dinit Allahut, por pa tërbije dhe pa edukat, jo dhe jo, nuk e kemi kuptuar Islamin së duhet.